Mjeku çudi të botën. Djathi çdo ditë shëron këto 4 sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë urgjent. Djathi është një nga produktet e qumshtit nga më të konsumuari dhe tepër të rëndësishëm edhe në rastet e festave. Një studim i kryer nga kërkuesit nga Kina dhe Olanda tregoi se, përpos efekteve të përditshme që tashmë ka edhe efekte afatgjata. Kërkuesit observuan për 10 vite 200.000 persona, kështu që përcaktuan se ata që konsumonin porcione të vogla të djathit çdo ditë kishin më pak risk për t'u prekur nga sëmundjet koronare dhe infarkti, se ata që nuk e preferonin djathin në dietën e tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ose që nuk e kishin provuar atë. Cilësia e lartë e djathit lidhet gjithashtu me nivelin e lartë të probiotikëve dhe proteinave. Janë proteina të plota sepse i kanë të gjitha aminoacidet të cilat i nevojiten. Përmban gjithashtu nivele të larta të yndyrnave që lidhen edhe me nivelin e lartë të kolesterolit, arteriosklerozën dhe simptomat të tjera të lidhura me cilësinë negative të tij. Megjithatë, djathi ka edhe efektet potenciale të lidhura me kalciumin, falë proceseve të CLA-s të cilat bëjnë të mundur parandalimin e infarktit. Studimet treguan se personat të cilët konsumuan sasi të djathit rreth 40 gram në ditë kishin 14% më pak risk për të patur infarkt, ndërsa ata që nuk e konsumonin kishin 10% më shumë risk. Lidhja kryesore mes djathit dhe zemrës i detyrohet acidit lineolik të lidhur që njihet kryesisht si CLA, që përveç se parandalon infarktin, është mjaft i vlefshëm edhe për problemet e zorrës së trashë. Djathi është një avantazh edhe për ata persona të cilët janë intolerant ndaj laktozës dhe nuk mund të konsumojnë qumshtin, por mund të hanë disa lloje të djathrave. Benefiti më i madh i djathit është acidi yndyror i monosaturuar dhe ky duhet të jetë prezent gjithmonë në përbërësit ushqimor, por sigurisht duke respektuar edhe sasinë. Njerëzit duhet të konsumojnë djathra të fortë sepse ato janë edhe ato që kanë më shumë proteina dhe janë shumë të mirë për shëndetin tuaj. Kur bëhet fjala për djathin, njerëzit shpesh thonë se e pëlqejnë aq shumë sa që nuk mund të rinë dot pa konsumuar atë në çdo vakt. Megjithatë, disa shqetësohen se mund të shkaktojë edhe probleme të zemrës ose shtim të padëshiruar në peshë. Në këtë video, sipas Brightside, do ju njohim me informacionet që nevojiten rreth përfitimeve kryesore që do të merrni nga konsumi i djathit. Ka kaq shumë mundësi zgjedhje kur bëhet fjala për djathin, dhe shumë mënyra mund t'japin përfitime të larta ushqyese për mbrojtjen e organizmit tuaj. Djathi është një burim i mirë i lëndëve ushqyese. Ai është gjithashtu një burim shumë i mirë i kalciumit, yndyrnave dhe proteinave, element ushqyes shumë të rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore. Gjithashtu djathi përmban sasi të larta të vitaminës A, vitaminës B12, së bashku me zinkun, fosforin dhe riboflavinën. Ajo mund të mbrojë gjithashtu edhe kavitetin tuaj të dhëmbëve. Sipas studimeve, ku mbështetemi, djathi dhe produktet e qumshtit në përgjithësi mund të mbrojnë dhëmbët tuaj nga dëmtimi. Djathi është një burim i mirë i acidit lineolik, i cili mund të mbrojë dhëmbët tuaj nga dëmtimet dhe të parandalojë gjithashtu edhe një sër komplikacionesh të tyre. Përfshirja e djathit në dietën tuaj do të jetë edhe një burim i acidit lineolik të konjuguar. Djathrat me yndyrë të lartë përmbajnë sasi të vogla të acideve lineolike të konjuguara, një yndyrë e shëndetshme që mund të ndihmojë në parandalimin e problemeve të obezitetit, sëmundjeve të zemrës, gjithashtu dhe inflamacioneve. Djathi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Sipas hulumtimeve, produktet e fermentuara të qumshtit si kosi dhe djathi kanë efekte pozitive në shëndetin kardiovaskular. Ato do të sigurojnë lëndë ushqyese të cilat kanë veti të mira antiinflamatore, shumë të rëndësishme këto për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Djathi mund të ketë efekte të padëshiruara për organizmin nëse të prohet. Ekspertët tregojnë se konsumi të paktën 40 gram djath çdo ditë do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë përfitimet e tij në mbrojtje të shëndetit.
Djathi përmban vitamina të rëndësishme siç janë vitaminat B12. Vitamina B12 e cila përndryshe është e vështirë për t'u gjendur, na çliron nga lodhja gjithashtu edhe dobësia, përmirëson qëndrueshmërinë e përgjithshme të trupit të njeriut dhe e bën atë më të rezistueshëm ndaj vështirësive. Gjithashtu shoqërohet edhe me një humor të mirë, dhe siç e përmendëm edhe më herët, djathi është një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e simptomave të depresionit dhe qetëson gjithashtu nivelet tuaja të ankthit. Djathi është një zgjidhje shumë e mirë për të gjithë ata personat që duan të kenë një shëndet më të fortë të zemrës së tyre. Sipas studimeve të botuara në Journal of American Heart Association, konsumi i përditshëm i djathit shoqërohet me një rrezik 3% më të ulët të goditjeve në trup. Për më tepër, konsumi i përditshëm i djathit, sigurisht në masën e moderuar, shoqërohet me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare, si rrjedhoi edhe në përmirësimin e jetëgjatësisë. Pasi rezultatet e studimeve në mbar botën tregojnë se konsumi i produkteve të qumshtit shoqërohet me një rrezik më të ulët të humbjes së jetës. Djathi gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe për sistemin tuaj tretës. Bakteriet në djath janë të dobishme për shëndetin e trupit. Konsumi i djathit rregullon mikroflorën dhe përqendrimin e bakterieve të mira të zorëve, të cilat nga ana tjetër mund të përmirësojnë tretjen dhe metabolizmin. Djathi gjithashtu është i pasur me nivele të mira të kalciumit. Djathi përmban prafërsisht 280 deri në 450 mg kalcium për 100 gram. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme e kalciumit e arrit të ndjeshëm masën kockore dhe kontribuon gjithashtu në osteoporozë. Për më tepër kërkime shkencore vënë në dukje se kalciumi mund të parandalojë shtimin në peshë, pasi nxit djegjen e yndyrnave dhe parandalon akumulimin e saj. Konsumi i djathit do të rrisë gjithashtu nivelet e proteinës në organizëm. Proteina kontribon në rregullimin dhe aktivizimin e metabolizmit, ndërtimin e masës muskulare në trup, djegjen e dhjamit dhe përmirësimin e humorit dhe shërimin e plagëve. Pasi studimet tregojnë se ato mund të nxisin rritjen e indeve të reja. Përfshirja e djathit në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një zgjidhje mjaft e mirë. Nëse doni të konsumoni një djath më cilësor, zgjidhni djathin e dhis për t'u konsumuar vazhdimisht në dietat tuaja. Djathi i dhis është një nga zgjedhjet më të shëndetshme që mund të shijohen në të gjithë botën. Ka një strukturë kremoze, shije të butë dhe përmbajnë në sasi të mirë të lëndëve ushqyese. Ato ofrojnë yndyrna të shëndetshme, proteina gjithashtu të cilësisë së lartë, janë gjithashtu një prej ushqimeve më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Djathi i dhis mund të konsumohet në forma të ndryshme. Djathi i dhis ofron një numër të përfitimeve shëndetësore, por le të zbulojmë disa prej tyre të renditura sipas BRIGHT Site. Djathi i dhis është i pasur me acide yndyrore të pangopura që përmirësojnë shëndetin kardiovaskular, gjithashtu edhe atë antiinflamator. Një studim i vitit 2020 i botuar në revistën Nutrient zbuloi se njerëzit mbi peshë me një rrezik të sëmundjeve kardiovaskulare që konsumonin çdo ditë 40 deri në 60 gram djath dhije për 12 javë rritën gjithashtu në mënyrë të konsiderueshme kolesterolin e mirë dhe patën një performancë më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Djathi i dhis ndihmon gjithashtu edhe në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Ndërsa djathi i dhis është bërë nga qumshti i dhis, konsumi i tij mund të ndihmojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt në mënyrë më të shpejtë dhe më të sigurt. Një studim i vitit 2017 raportoi se njerëzit të cilët konsumonin në mëngjes në bazë qumshtin e dhis që përmbante gjithashtu edhe djathin e dhis, ulën ndjeshëm edhe ndjesinë të ngrënit. Kjo rezultoi në ulje të niveleve të urisë krahasuar me një mëngjes të bazuar në qumshtin e lopës. Një studim tregoi se djathi i dhis është efektiv në zvogëlimin e peshës trupore BMI dhe perimetrit të belit të njerëzit mbi peshë. Djathi i dhis do të mbështesë gjithashtu edhe shëndetin e kockave. Djathi i dhis është një burim shumë i mirë i mineraleve thelbësore si kalciumi, fosfori dhe bakri, të cilat kërkohen nga trupi për të ndërtuar kocka të forta dhe të shëndetshme. Kalciumi është minerali më i rëndësishëm që ndihmon në ndërtimin e kockave të shëndetshme dhe ulë rrezikun e osteoporozës.
Fosfori është një tjetër mineral i rëndësishëm që punon me kalciumin në trup për të mbajtur kockat të shëndetshme dhe të forta. Bakri është një mineral gjurmë thelbësor që zvogëlon edhe problemet e kockave. Djathi i dhisë është një produkt shumë i mirë edhe kundër problemeve të akneve. Djathi i dhisë përmban acid kaprik që është treguar se posedon veti anti-inflamatore dhe antimikrobale. Studimet mbi kafshët tregojnë se përfshirja e djathit të dhisë në dietën tuaj është efektiv kundër problemeve të akneve dhe në reduktimin e një sër komplikacionesh të lëkurës, citon Step by Health. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.